Shumë fushata zgjedhore dhe mira premtime të gënjeshtra të bëra nga deputet dhe kryetar bashkish në fshatrat Pajun, Papër Sollak, Muras të njësisë Papër, i kanë lënë banorët e kësaj zone të jetojnë pas një investim. Edhe pse kërkesat e tyre kanë qenë të shumta, madje ja kanë kërkuar drejt për drejt kryetarit të bashkisë së Elbasanit në nëntor të vitit 2023-2024 gjatë buxhetimit me pjesëmarrje. Asgjë nuk u bë për këta banor dhe sot në prill të vitit 2025 jetojnë të harruar, pa rrugë dhe pa investime. Në nëntor të vitit 2023 media jon ishte në këto fshatra, ku banorët shprehen zhgënjimin e tyre se ata deputet të cilët i votuan në vitin 2021 i gënjyen sërish për investimin e rrugës. Sa vite ka në këtë gjendje? Kjo? Thuhet që në 97. Struën, kanal kështu, groba. Kaloj fëdron më ka ju bon, më mirë jo. Bashkia Elbasanit ju ka premtuar ndonjëherë për ta investuar? Ka premtuar, po s'ka. Nuk vendon njëri. Është më thjesht lëvizni me kafsh se sa me makinë këtu? Më mirë se makina dëmtime ka çop për ditë servisit janë. Më të kemi 10 vjet, 15 vjet. Çish ku ka filluar fare kjo rrugë? Çish ku ka filluar? Është investuar ndonjëherë? Është investuar me raste. Ku ka rënë shita i kështu. Më shumë këtë rrugë këtë pjesë këtu për shembull kemi mbledhur lekë, kemi mbledhur si fshat gjithë, kemi me zotora, me gjëra kemi bërë vetëm me krah tona. Ja nuk ka ndryshim. Pra sikur erët për don dilë një shtëpi, se s'ka. Kur ka dasma apo vdekje, si ja bëni për të kaluar këto? Sakrificë e madhe. Ja kështu, siç e shifni vetë. Është premtuar ndonjëherë të rregullohet? Shumë është premtuar. Është sa herë ka zgjedhje, është premtuar. Sa herë. Po asnjëri nuk vjen, as shteti nuk vjen fare, absolutisht jo. Bashkia Elbasanit është interesuar ndonjëherë për t'ju pyetur? Llafe ka. Fjalë ka shumë, por nuk vepra s'ka. Tash nuk e di çfarë bën nga këto këtej. Çukur është hap si rrugë. 20 vjet. Po një shqetësim. Po një shqetësim është, kudo. Deri mos themi kufi me Tiranën që vazhdo. Natën është e vështirë të kalosh? Është e vështirë. Atje rrugën atje nuk kalon dot natën, është shem 2-3 herë me rastin e zallë. A vite ka në këtë gjendje? Që sa mas u këto sistemi, a di kjo është. Ma asfalt me? Po. Kur në botë? Kur? Aty, ma tonë. E mirë atë vojnë 2 tubat muhoja që vjen gorga në faqa pyllit, e ka ta marrit e poshtë. Po jo, e kanë fut kaqe. Kaqe. A vetë në kam atje për moshën tonë. Ku të dalja, rang dang, makina ma shumë prishet në di. Për dasma apo vaki, si ja bëni këtu? Qa dasma me kacë. Vinë njerëzit me fogona në ata të nëllë, më kupta. Zojnë lokalet dhe unë në bohën. Qa lokalet i bëlqeja të rëtrive të më kupta. Nuk hynë do të këtu? Synë makinat? Hynë të ka shpon këshu. Hynë një të burët para ca diti se ka i motorët e lartë në fshat. U prish makina në rrugë. E lanë në rrugë. Me pafytyrsinë më të madhe, deputetët aktual që rikandidojnë për një mandat të tretë si deputetja e Viskushi apo Desantila Tahiraj dhe Florence Paho, që kandidojnë për një mandat të dytë, kërkojnë sërish të voton e këtyre banorëve, edhe pse kanë vite që i gënjejnë, pasi këta të fundit kanë mbi 4 vite në kuvend dhe asnjëri prej tyre nuk dinoi që të shkonte të shihte se në ç'gjendje janë dhe të ngrinte zërin për problematikën e tyre. Ndaj të lodhur nga këta deputet që vetëm i gënjyen, banorët ju drejtuan kryetarit të Partisë Socialdemokrate Elbasan si i vetmi njeri që i ka denoncuar publikisht problematikat e njerëzve. Nga Pajuni ku po vi për herë të parë me ftesë banorëve padyshim, ku pak më lart është Papër Sollaku dhe dalim Papër Muras si dalim qendër Paprit. Ka që në vitin 2015-16 që tek Fondi Shqiptar i Zhvillimit një projekt ka kaluar për këtë rrugë dhe sot rruga është në gjendje mesetare. Elbasani 2030, që në fakt është Elbasani si në mesjet e Limonit Bashkisë, Arbianit Partisë dhe gjithë butaforisë së propagandës shterp të atyre që janë pushtet, heshtjes si të pander, të pabura politik të opozitës. Këtu është fakt. Në çdo rrethan, në çdo kohë, qytetarët janë në hall dhe pushtetarët janë ata që gjithë kohës prej vitesh, prej 34 vitesh pluralizëm politik, vjedhin fondet publike. ASHPR-ja është inekzistente këtu. Dhe megjithatë,
jemi viti 2025, pas pak ditësh, më pak më shumë se 1 muaj, kemi mundësinë të zgjedhim. Nga pajuni thirrja ime është për limonin e Bashkisë Arabiane të Partisë. Hiqni dorë nga propaganda, shtroni bel dhe hajde shërbeuni qytetarëve që keni kërkuar besimin sot e 30 e kusur vite. Në 11 maj, qytetarët e dinë ç'do të bëjnë. Gjithë bashk duhet të jenë si një trup i vetëm për t'i dhënë grushtin e fundit paburret politikës duke votuar numrin 11 Partinë Socialdemokrate, të vetmen që deri më sot ka ngritur problematikën e qytetarëve dhe nga Prensi deri në Gramshe në Peqin do të fitoj jo sepse është programi apo sepse është partia, por sepse nuk ka luftë që nuk fitojnë të rinj, sepse është një listë e hapur dhe nga pajuni thirrja ime vazhdon të jetë. Bëni detyrën. Shërbeni qytetarëve sepse keni kërkuar besim. Ndryshe nga kandidatët e partive të tjera të cilët zhvillojnë një fushat të qokash duke pirë kafe dhe duke ngrënë dreka në shtëpitë e militantëve të partive, kandidati i Partisë Socialdemokrate për Elbasanin Erion Murataj është bërë zëri i çdo banori të qarkut Elbasan, për të denoncuar dhe për t'i thënë zgjidhje problemeve të tyre. Populli thotë se nëse një drejtues nuk i shërben njerëzve por bën vetëm qoka për interes, ai nuk e meriton besimin e votuesve. Ndaj më 11 maj votoni për kandidatin Erion Murataj me numrin 11 në të gjithë qarkun e Elbasanit.